pretekstin e abuzës tashmë të njohur për shqiptarët, kryengritje administrore dhe shtetit, vërtojtë. Mirë po, fakti që aksioni famkeqësisë policore po realizua një ditë para zgjedhjeve lokale tregon për qëllimin e vërtetë dhe prapavijën politike të pushtetit marrëdhënës. Rasti më i fundit i represionit dhe dhunës ndodhi ditën e premte, pra para 2 ditësh, 31 kusht 2012 në fshatin Zenele në anën Smalit, komuna Ulqin, me çast 11 pjesëtar të policisë speciale të Malezi. 11, janë 11. Janë pak kur farë paralelimi pastisën shtëpinë e një trio shqiptar vetë me vetëm se ky fund i kishte rënë sy policisë me shitjen e ornamenteve të ndryshme kombëtare, siç janë simbolet tona kombëtare, si dhe skulpturat figurave të herojve tanë kombëtar. Policia jo vetëm që traumatizoi antarët e familjes së tij, por njëkohësisht ata edhe gravitet materialin dhe prodhimet e tija me të cilat ai fiton publikohet. Këto akte dhune të terrorit do të kishte lakmi edhe shteti i dikushëm i krejt një kohë. Edhe sferët tjera të jetës gjendja për shqiptarët nuk është e mirë. Si për shembull, në konsim në ekonomi, në sferën